zgjerojnë një këndvështrim më të gjerë, jo vetëm Gjanica, por edhe kolektori Roskovecit, janë 2 ndotjet kryesore të Bregdetit Semani. Ne të jemi mbledhur për Gjanicën, dhe Gjanica, ashtu siç e përmendën kryetari i bashkisë dhe prefekti, është një burim ndotje për qytetarët e Fierit. Ajo ndotjen kryesore ka nga vëmburimet e pusëve të Nacës dhe të Gazit, por kjo ndotje po vjen duke u paksuar nga vitin në vit, në ndërhyrjen që po bën qeveria shqiptare, investimet që po kryen në këto puse, në këto vëmburimet, sidomos në vëmburimet e Visokës dhe të Drenovës. Ndotjen tjetër, që s'është e pak, e merr nga vetë kanalizimet e ujrave të zeza dhe të bardha të bashkisë Fier, hedhja e inerteve vend dhe pa vend, edhe mbeturime nga godinat përreth dhe buz Lumi Gjanica. Pra, duke parë në këtë këndvështrim, nuk jepet zgjidhje Lumi Gjanica me një projekt që është për mua është shumë i vonuar nga Bashkia e Fierit, është i vonuar për arsye të specialistëve, për arsye të drejtorisë urbanistikës së bashkisë apo të procedurave të tenderimit, për mua është shumë i vonuar. Është i vonuar sepse vetë kryeministri shqiptar ka treguar gatishmërinë maksimale për të ndihmuar Bashkinë e Fierit. Këtë e ka shprehur në takimin që unë kam pasur me të gjithë zgjedhjet lokale në sallën e Bashkisë Fier. Ai ka vërtetuar gatishmërinë e tij me plotësimin e kërkesave të kryetarit të njësive vendore, duke përfshirë kryetarin e Bashkisë Fierit, duke përfshirë kryetarët e komunave. Unë këtu u jap shembull konkret, i është bërë kërkesë nga kryetari i Bashkisë Patosit për një sër godinash të Alpetrolit, gjë që drejtori nuk ndodhet, por nga informacioni që unë kam ia vërtetuar më njëherë këto godina Bashkisë Patosit, i ka bërë kërkesë për shtrim rrugësh, për hyrjen e qytetit Patosit, për një sër rrugësh, më njëherë janë çelur fondet nga kjo qeveri, drejtuar nga kryeministri Berisha. I është bërë kërkesë nga kryetari i bashkisë për hyrjet e qytetit, ne i prekim vetë dhe i shikojmë. Hyrja kryesore nga Tirana është bërë model, pengohet për procedurat të ngadashme dhe të avashme të bashkisë për kompensimin e banorëve në urën e Sheqit, e cila ka projekt për të zgjeruar dhe financimet e qeverisë shqiptare presin që t'i thithë Bashkia e Fierit. Ka projekte të tjera, të cilat menjëherë sa është bërë kërkesë kryeministrit dhe nga kryetari i komunës Flakut me shqetësimin që i ngriti kryeministrit brenda muajit, për mos të thënë brenda javës, u dërgua financimi, mbasi projekti ishte gati, por rrugën Levan ka ishte një rrugë me një investim kolosal, me një financim shumë të madh për qeverinë shqiptare. Pra, kësaj bashkie nuk i ka munguar financimi dhe mbështetja e qeverisë shqiptare. Kësaj qeveri